Me Besjanën u takuam orë më parë në studion e fakt se tash po shënon ora 8:39 minuta, edhe jemi gati me u taku përsëri, por jashtë studios në këtë rast linja është për Besjanën. Agnesa, përshëndetje edhe një herë dhe për gjithë shikuesit që po vazhdojnë me na shikuar dhe me na ndjek neve. Ne aktualisht jemi në zyrët e bukura të zërit të romëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve dhe do të flasim me drejtorin e kësaj organizate, zoti Isak Skenderin, i cili po ashtu është edhe i nominuar për çmimin prestigjioz evropian i vitit për vitin 2025, ku ne sot do të flasim për zëra që shpeshherë edhe ndoshta mund të anashkalohen, mund të krijohen paparazi të ndryshme, po ashtu edhe për guximin që e kanë për të bërë ndryshime në komunitet dhe në shoqërinë tonë. Zoti Skenderi, faleminderit shumë që na keni pranuar sot. Faleminderit edhe juve. Dhe urime për nominimin që keni marrë në çmimin prestigjioz. Faleminderit shumë, ishte në vërtetë edhe për mua personalisht, por edhe për organizatën një befasi, por në të njëjtën anë është edhe nder që të jem njëri nga 5 nominues për këtë çmim prestigjioz, i cili në një farë mënyrë e ose përmes cilit tregohet njohja për këtë punën edhe angazhimin që ne si organizatë dhe une e kemi bë për me i parafru një farë mënyrë vlerat evropiane këtij vendi. Do thot përmes luftimit për barazia dhe për drejtësi, për gjithë qytetarët e Kosovës, veçanërisht ata të cilat janë lënë anash, veçanërisht për njerëz të marginalizuar. Për shkak se një vend edhe një shtet është aq i fuqishëm se sa njerëz ma të marginalizuar ose ma të varfër të tij. Dhe ki ishte misioni jonë edhe është misioni jonë që 15 vjet sa jemi të punu në këtë organizat, që të mbështesim jo vetëm pjesëtarët e komuniteteve rom ashkalit egjiptian, të kenë një jetë ma të mirë, të kenë mundësi ma të mëdha për një jetë ma dinjitoze. Të kenë gjithë përfshirjen. Të kenë absolutisht gjithë përfshirjen. Por gjithashtu për krijimin e një shoqërie ma gjithë përfshirëse, shoqërie ma demokratike, shoqërie ma të lirë, ku të gjithë njerëz, pavarësisht vendit, pavarësisht origjines, pavarësisht ngjyrës ose gjuhës, kanë drejtat e mundësi të barabarta, dhe kjo është njëna prej vlerave kyçe edhe të Bashkimit Evropian, ashtu që për mua që se si ishte një nder, votimi vazhdon deri me 4 maj, ashtu që përshfrytëzoj edhe këtë mundësi me i ftuar të gjithë qytetarët, të dëgjues të juaj, të hinë në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe të japin votet e tyre. Zoti Skenderi, ju vetë tregua që në fakt edhe ky nominim nuk erdhi edhe keq rastësisht. Patjetër, pastaj fshihet një punë shumë e madhe e cila është bërë në këtë organizat. Mirë, po gjatë tërë këtyre viteve, tashmë po bëhen pothuajse 2 dekada që jeni duke funksionuar. Cilën e shesin ndoshta sfidën kryesore të cilën e keni pasur gjatë tërë kësaj kohe, mirë, po edhe arritjet nuk kanë qenë të pakta. Absolutisht, unë mund të them se njëna prej sfidave kyçe e jona ose problemeve kyçe e jona që në fillim problematikën e komuniteteve kemi pa nga prizma e sfidave socioekonomike. Por do thot edhe nuk e kemi në fillim nuk e kemi vlerësuar se në fakt elementi diskriminimit dhe përjashtimit, por edhe antigjipsizmi si një faktor specifik i përjashtimit luan rol të veçantë në gjendjen ekzistuese me të cilën komunitetet po ballafaqohen. Dhe njëna nuk shkon pa tjetrën. Investime në uljen e hendeqeve në përfshirjen socioekonomike, a është në pyetje edukimi ose është pyetje punësimi, nuk japin rezultat të mjaftueshëm nëse shoqëria si e tillë nuk është e gatshme të ofrojë dorën e përfshirjes dhe të lejoj ose të mundsoj përfshirjen, të mundsoj mundësinë me ul muret e jo barazis dhe të lejoj këtë ndryshim. Dhe për çat arsye e kemi nxit edhe këtë diskutim, se sa e rëndësishme është që qytetarët e Kosovës të mas pari të sensibilizohen rreth këtij fenomeni specifik, se si ky fenomen specifik ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve, si e ul mundësitë pavarësisht talentit ose pavarësisht dijes ose pavarësisht intelektit që dikush nga komunitetet mundet me i pas, por nuk mundet me i realizu. Edhe
ishim dëshmitarë edhe të rastit të fundit, të Belginit, I cili ishte puro një akt racist të një qytetari ton të Kosovës, I cili shpresoi edhe besoi që nuk e përfarson shoqërinë tonë, edhe qëndrimet e shoqërisë tonë. Për shkak se edhe shoqëria në farë mënyrë ka dëshmuar mas atij akti me dënime të shumta të atij akti, shoqëria e cila tha që kësi lloj aktesh të përjashtimit dhe diskriminimit të racizmit nuk kanë vend në shoqërinë tonë dhe nuk duhet të tolerohen. Por ajo se çka na duhet janë gjithashtu përgjigja efikase edhe efektive të institucioneve tona, të cilat nuk duhet të tolerojnë këto raste. Antigjipsizmi është aq I thellë I vendosur në vedijet tonë që në farë mënyrë edhe akte të diskriminimit dhe përjashtimit janë pranuar si akte normale në shoqërinë tonë dhe duhet të reflektojmë të gjithë se qytetarët të komuniteteve romashkë dhe egjiptiane janë qytetarë të këtij vendit, të cilat e kanë drejtat dhe mundësitë duhet të kenë drejtat dhe mundësitë të barabarta, të cilat garantohen me ligjet të Kosovës, por gjithsesi varet prej institucioneve dhe shoqërisë me I kriju mundësitë që këto drejtat dhe mundësitë të gëzohen. Dhe kjo është njëra prej punëve kyçe në farë mënyrë që ne jemi të e bë. Jemi të I punu shumë me institucionet e Kosovës për krijimin e politikave që kanë për qëllim sensibilizimin edhe zyrtarëve publik, por edhe qytetarëve lidhje me diskriminimin, se si diskriminimi dhe përjashtimi ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve, mandej gjithashtu në krijimin e masave afirmative të cilat ndihmojnë në farë mënyrë uljen e hendeqeve të shumta të cilat kanë ndodhur edhe janë të ndodhur për shkak të diskriminimit sistematik edhe shekullor I cili ka ndodhur, I cili ka ekzistuar në shoqërinë tonë, por edhe normal do të thotë jo vetëm këtu, komunitetet rom, por edhe ata ashkali edhe egjiptian kanë qenë të diskriminuar edhe janë të diskriminuara jo vetëm ekskluzivisht në Kosovë, por kjo ndjenja ekziston në gjithë Ballkanin edhe Evropën, por jemi vendi I cili ka tregu se nuk është e pranueshme kjo në vendin tonë, s'po dojna me pas kjo pjesë e kulturës tonë, jemi të I luftu edhe kjo neve Kosovën është I na dallu prej shumë vendeve tjera ku ajo anti-Roma sentiment ekziston edhe është mjaft I fuqishëm veçanërisht edhe në shtetet evropiane, shtetet e antare të Bashkimit Evropian, ku pjesëtarët e komunitetit për fat I keq mund të ballafaqohen edhe me nivelin më të lartë të diskriminimit. Nuk po du me relativizu situatën, me thonë që jemi në një situatë të kënaqshme, po gjithsesi jemi të I punu dhe të I përparu në këtë drejtim. Të I përparu në drejtimin e krijimit të një shoqërie ku të gjithë njerëz janë barabartë, kanë mundësi të barabarta, trajtohen në mënyrën e barabartë, por varet do thotë kjo puna është e krejt shoqërisë. Punën e keni të përditshme këto, patjetër se edhe ky është synimi tek e fundit I organizatës, mirë po gjatë kësaj kohe, cila mendoni që ka qenë nisma që ka rezultuar në të mirën e jetës këtyre komuniteteve që vetë si përfaqësoni? Po ne kemi investuar shumë për shembull në uljen e hendekut sa I përket përfshirjes në fushët të ndryshme ose në fushët të ndryshme të jetës publike dhe sociale. Për shembull në arsim kemi punuar shumë me krijimin e mekanizmave të ndryshme të cilat kanë pas për qëllim përfshirjen sa më të madhe të fëmijëve në shkollat edhe gjithashtu uljen e praktikës të fëmijëve të komuniteteve nga shkolla përmes themelimit të qendrave, modelit të qendrave mësimore, përmes zhvillimit të programit të bursave për nxënësit të shkollave të mesme, por tani edhe përmes ofrimit e mbështetjes për studentët nga këto komunitete që të mbështetjes teknike edhe akademike për me I përfundu studimet e veta, që të kemi sa më shumë djemtë dhe vajzat të ri të cilat e përfundojnë shkollimin, sepse besojmë që shkollimi është çelësi I suksesit. Në anën tjetër kemi investuar gjithsesi shumë në krijimin e mundësive për punësim, në zhvillimin e shkaksive të djemve dhe vajzave për të qenë më konkurrent në tregun e punës. Në punë me bizneset e kompanitë të ndryshme të cilat do duhet të ofrojnë derën e vetë dhe mundësitë për punësimin e këtyre djemve dhe vajzave. Në anën tjetër kemi punuar edhe me institucionet se I përket identifikimin e problemit të përfshirjes të komuniteteve në shërbim civil përmes kvotës e cila I garanton përfshirjen të gjithë komuniteteve në shërbim civil dhe krijimin e mekanizmave të cilat e promovojnë këtë punësim. Kemi punuar shumë në rregullimin e vendbanimeve
dhe në sigurimin që komunitetet e kenë një qasje shumë më të mirë në infrastrukturë publike, në banim dinjitoz, në qasje në ujnë dhe kanalizimit, cila në shekulin 21 në Evropë është tani një domosdoshmëri, nuk është vetëm një luks. Por në anën tjetër kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë edhe me institucionet e Kosovës për krimin e politikave të cilat kanë për qëllim përfshirjen e komuniteteve më afatgjatë. Njëna edhe do është arritja më e madhe për neve ishte fakti se vendi jonë është njëri prej vendeve të rralla i cili e ka njohur që antigjipsizmi është faktor dhe faktori i cili ka ndikuar edhe ndikon vazhdon me ndikuar në përfshirjen e komuniteteve, në gjendjen e tyre sociale, socioekonomike dhe kanë vendosur me ndërmarr masa specifike të cilat e adresojnë këtë fenomen. Derisa nuk e njohim problemin si shoqëri, nuk mund të adresojmë problemin. Na këto e kemi bë dhe mandej kanë pasuar disa mekanizma shumë të rëndësishme. Njëna ishte themelimi i grupit teknik institucional për mbrojtjen nga diskriminimi të komuniteteve romashkëll dhe egjiptian, zhvillimi i platformës e cila ka për qëllim raportimin e rasteve të diskriminimit dhe antigjipsizmit kryesisht për këto tre komunitete. Dhe gjithashtu po shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarët e Kosovës, momentin që identifikojnë ndonjë situatë e cila mund të konsiderohet si shkelje drejtë se dikujt për shkak përkatësisë së tij etnike, të raportojnë rastin në këtë platformë e cila tani më është online dhe menaxhohet nga zyra për qeverisje të mirë dhe institucione përkatëse të vendit tonë. Dhe gjithsesi çaj dialogu dhe komunikimi mes qytetarëve të shumicës dhe qytetarëve pakicë është njëra prej punëve të mëdha që jemi të e bë, edhe shumë të rëndësishme për shkak se ajo siçka e kemi vrejt është që mungon ky dialog, ky kuptim, mungon kjo interaction si nga shkolla mandej deri tek jeta e përgjithshme mes komuniteteve dhe mund të them çto paragjykime vetëm nëse në një farë mënyrë njerëz gjithashtu ndërlidhen dhe komunikojnë dhe njohin njëri tjetrin pak më shumë. Jetojmë në një vend kemi një vend në të cilin po jetojmë dhe duhet të jetojmë bashkë e jo ndomës. Po, e qartë. Ndërkohë kthehemi edhe një herë tek çmimi me cilin jeni nominuar. Çfarë do të thotë për juve personalisht, mirë po edhe për organizatën ku aktualisht e udhëheqni? Është një nder i veçantë, gjithsesi për mua, edhe për organizatën tonë, për gjithë ekipin tonë, është edhe pse unë personalisht jam nominuar, kjo për mua përfaqëson në farë mënyrë jo vetëm arritjet e mia, por arritjen e krejt ekipit tonë. Do thotë arritjet e mia nuk kishin qenë të mundura pa ekipin tonë, pa të gjithë njerëz me të cilët jemi ty punu, njerëz të cilët janë besojnë në qëtë ndryshim, besojnë në një Kosovë më të mirë, besojnë në një Kosovë e cila ofron drejtat e mundësi, besojnë në një Kosovë e cila mund të arrijnë që të farë njerëz të cilat punojnë edhe investojnë, mund të arrijnë ëndrrën e vet Kosovës. Si Amerikë që kanë the American Dream, edhe na besojmë që duhem me punu që edhe njerëz në Kosovë, rinia jonë të ketë their Kosovo Dream, edhe me mujt me mri që të farë dream të vet në këtë vendin tonë që s'ka nevojë me shku jashtë, po dojna me pru Evropën këtu e jo me pas njerëz në Evropë dhe kjo për mu, kjo është edhe një farë mënyrë vlera e këtij nominimit dhe puna që jemi të bë. Për ata që nuk e din, nominimi nga erdhi nga puna juaj apo është dashur që t'ju nominoj dikush apo të kandidoni vetë, si ka qenë procedura? Për mua ishte gjithashtu befasi kur e kom pa emrin tem në chat listë, sa e kuptova mandej nominimi vjen nga Bashkimi Evropian, nga kolegiumi i tyre, edhe sigurisht ata e kanë procedurat dhe kriteret e veta përmes cilës e vlerësojnë punën dhe kontributin e individëve specifik ose institucioneve në promovimin e vlerave evropiane në vendin tonë dhe votojnë për emra, sigurisht votojnë për emrat e cilat dojnë të vendosin aty jashtë, mandej për njerëz, për vlerësimin e njerëzve dhe qytetarëve, ashtu që si thash ishte një befasi, por në anën tjetër të e kuptu se si ka shku procesi, ishte veçanisht një nder, sepse vetë fakti se emri jem ka dalë aty, thot se puna jonë po vlerësohet, edhe njifet, edhe nga njerëz të tjerë, dhe kjo na jep edhe një motiv shtesë
që këto që ka jemi të e bo, në të vërtet vlen, edhe që duhet me punu edhe ma shumë për me arrit ato qëllime ma shpejt. Çka presim më pas? Nuk po flasim për në qoftë se do ta fitoni këtë çmim, sepse edhe ju vetë thatë, vetëm nominimi tregon që jeni vlerësuar për punët e cilën e keni bërë. Mirë po, çka presni tash tutje? Ne po vazhdojmë me punu, ajo që ka është për neve ma e rëndësishme është se po vazhdojmë me punu në arritjen e këtyre qëllimeve tona. Në arritjen e qëllimit një, që pjesëtarët e komuniteteve të kenë një jetë ma dinjitoze në këtë vend, ku vlerësohen për karakterin e vetë, jo për preardhjen ose gjuhën ose ngjyrën e lëkurës, por gjithashtu punojmë për një Kosovë ma demokratike, ma të lirë dhe me mundësi të barabarta. Kemi planet të shumta në këto drejtime, planet të cilat kanë të bojnë me vazhdimin e sensibilizimit qytetarëve, krijimin e mundësive për ndërveprim dhe komunikim. Fokusi jonë për momentin është ka Ministria e Arsimit. Jemi të i kërku nga Ministria e Arsimit me i përfshi në tekstet shkollore dhe kurikulat, materialet e cilat promovojnë vlerat dhe histori të komuniteteve roma, shqip dhe qiptian. Per momentin këto nuk ekzistojnë. Rinia jonë po rritet në këtë vend pa e ditë që në këtë vend jetojnë edhe komunitetet tjera të cilat kanë disa vlerat që mund të jenë të përbashkëta me vlerat e qytetarëve, por jo domosdoshmërisht. Dhe kjo ndikon në krijimin mandej edhe në të paragjykimeve dhe ndikon në përjashtim për shkak se mandej mendimet për komunitete krijohen nga ato se çka ndëgjojmë, ndoshta edhe në familje, por edhe në rrugë dhe jo nga burime të sakta, ashtu që fokusi jonë është në këtë drejtim, na duhemi me vazhdu që dialog. Fokusi është në krijimin e një qendre kulturore, cila e promovon vlera dhe histori të komuniteteve roma, shqip dhe egjiptian. Prishtina është një metropol tani e cila duhet të ketë një vend ku ki komunitet përfaqësohet, ku njerëz qytetarë të Kosovës munden me kuptu ma shumë për këtë komunitet, munden me kuptu ma shumë për vlerat e këtij komunitetit, për nga vinë, për gjuhën ndoshta të cilën e folin, a është e përbashkët me gjuhën shqipe, ose është në farë gjuhë tjetër, ose si buron që kjo gjuha, cilat janë ato traditët e komuniteteve. Prishtina duhet të ketë këtë vend. Jemi të i punu me Ministrinë e Kulturës, me Komunën e Prishtinës në këtë koncept. Gjithsesi po vazhdojmë me ofru shërbime drejt për drejt, do vazhdojmë me ofru shërbime drejt për drejt atë komuniteteve roma shqiptian si në arsim, që të ulet kihen ndeku dhe të kemi një përfshirje më të madhe të fëmijëve të komuniteteve në arsim fillor dhe të mesëm, tani kemi një përparim shumë të madh nga si ishte situata para 10 vite, por gjithsesi ende nuk kemi aty ku dojmë të kemi, ende kemi braktisje, do të kemi një punësim më të mirë të pjesëtarëve të komuniteteve veçanërisht në institucione publike, në shërbim civil. Përmes vendit të punës, njerëz të komuniteteve do të ndajnë edhe vetveten me kolektivin e vet dhe në këtë drejtim do të ndihmojnë në sensibilizim të qytetarëve. Ashtu që kemi plane të shumta gjithsesi dhe mbështetja jo vetëm institucionale dhe shoqërore është shumë e rëndësishme. Puna jonë nuk mund të arritë rezultatet e veta pa këtë mbështetje, pa mbështetje të institucioneve tona, pa mbështetje të qytetarëve tonë. Është nisma cilën e kemi inicu dhe dojna me qu deri në fund, por na duhet mbështetje të gjithëve, ashtu që prapë edhe një herë, për herën e tretë, përshfrytëzoj mundësinë me i kërku mbështetje të qytetarëve tonë për krejt punën të cilën jemi të e bo. Me një veprim edhe më të vogël, të vetin mundemi me ndru jetën për më të mirë dikujna tjetrit. Kështu që një send të cili prindrit e mi mua më thëshin, nëse nuk mundesh me bë mirë, bine mos bë keq, por nuk pi them qytetarëve të Kosovës mos me bë keq, por edhe me bë mirë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shumë suksese. Atëra Agnesa, ne me kaq po përfundojmë. Shumë mirë tha edhe zoti Skenderi, pra që të punojmë për një Kosovë të gjithëpërfshirjes, patjetër edhe për barazi. E kalojmë një në studio. Faleminderit shumë Besiane, pa humbur kohë më njëherë, po kalojmë tek edicioni i